A I thu vetës ndonjëherë so seksi që jam? Unë mendoj se për këtë neve të kosovarëve do të sjellë shumë tensione dhe probleme. Nëse seksi do të ishte një sistem loje, do të preferoje 4-4-2 të balancuar apo 3-5-2 me presion të lartë? E vërtet, gruaja jame. A ka ndonjë futbollist që nuk do ta ftoje kurrë në ekip, edhe nëse do të ishte Messi në formën e tij më të mirë? Jo, nuk ka. Nëse federata do të thoshte je I lirë ta heqësh këtë duash nga kombëtarja, kush do ta presonte I pari? Nuk besoj që kisha bën një gjë të tillë. Domthonë janë të mirëseardhën gjithë në kombëtar. A ka ndonjë trajner të madh që ti mendon se është I mbi vlerësuar? Jepe ndonjë emër. Mendoj se Mourinho është më I vlerësuar. Për cilin futbollist shqiptar mendon se është bërë I famshëm vetëm nga Instagrami dhe jo nga loja? Nuk mendoj që mund më bëu futbollisti I madh përmes Instagramit nëse nuk është futbollist I mirë. A se dën Zhegrova në këtë rast? Jo, Dan Zhegrova është më I mirë në fushë se jashtë. A ndodh që fshihet ndonjë interes personal kur vendoset formacioni? A ke parë raste të tilla? Ka mundësi, ka raste të cilat mund me ndodh. Kur e sheh një lojtar duke aktruar në fushë për faulle, të vije për të qeshur apo për ta zëvendësuar e bërtitur? Jo, unë mendoj që duhet për të zavendësuar. Po të ishe presidenti një klubi të madh për 24 orë, cilin trajner do ta shkarkoje menjëherë? Kryetarët nuk shkarkojnë trenerët, domthonë vetë rezultatet e shkarkojnë. Treneri I cili nuk ka rezultate normal që shkarkohet. Cili është problemi më I madh I futbollit kosovar? Talenti, mentaliteti apo interesat? Mentaliteti. A e ka më shumë nevojë trajneri për emrin e madh të lojtarit apo lojtari për autoritetin e trajnerit? Kjo e dyta. Kur një trajner jep 100 udhëzime nga stoli dhe asgjë nuk funksionon, a është problemi I futbollistëve apo I tij? Është problemi I përbashkët, diçka nuk po funksionon, nuk po kapet loja. A e ke menduar ndonjëherë ta lësh futbollin dhe të merresh me komentim, podcast apo media? Asnjëherë. Domthonë të në kohën, të jetën jap më kushtu futboll dhe vazhdoj të mendoj kështu. Nëse do të bëj një Big Brother me trajner kosovar, me kë do të konfliktohesh më shumë? Mendoj se ndoshta janë dy emra, edhe pse I kam shumë kolegë, Lirdan Leci dhe Ismet Munishi. A ke pas ftesë për Big Brother? Ja, nuk kam pas. Nëse do të ftonin atë të futesh? Jo, asnjëherë. Asnjëherë. Çka I thu vetes kur je para pasqyrës? Duhesh me mësu edhe me përmirësu çdo ditë. Ku mendon që shkon një mendim që harrohet? Askund. Çka mendon kur je në dush? Mendoj më lo sa më mirë. A I thu vetes ndonjëherë so seksi që jam? Ja, asnjëherë. A ke bërë ndonjë skandal ndonjëherë pas ndeshjes, por është mbajtur I fshehtë nga mediat? Çdo skandal që e kam bëu me nxjespresin mediat, kështu që nuk ka të më shef. Domthonë këtë që e kam bëu mediat I qesin me nxjespresin, kështu që hala pa e kriju në mirë, veç e shon për tale. A merr ndonjëherë kërcënime rreth profesionit tënd? Dhe si u përgjigjesh atyre komenteve? Ka, por megjithatë unë I respektoj gjithë, domthonë ka njerëz që nuk ju pëlqen, por megjithatë unë I respektoj gjithë, edhe reagimet të ndryshme, edhe mendimet të ndryshme jem okay. Mendimi yt për bashkëpunimin në kampionat në mes të Shqipërisë dhe Serbisë. A mendon se ky kampionat është një manovër politike apo hap I sinqert drejt bashkëpunimit sportiv? Unë mendoj se në këto momente për ne nuk është I mirë, unë mendoj që është keq politik, edhe mendoj që e kam thonë edhe prapë e tham nuk është I dur. Por neve si popull Kosovës nuk është I dur. Që me qeni sinqert, a do ta shihjem me shumë emocione një derbi Partizanit Cervena Zvezda apo Ana Sjelltas? Asnjëherë. 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 Si trajner, a do të pranoje të udhëhiqeshe nga një ekip shqiptar që përballet në Beograd për ndeshje? Nëse një ekip shqiptar lun, patjetër. Patjetër edhe pa asnjë trofrige. A mendon që ky kampionat do të sjellë paqe apo thjesht më shumë tension e racizëm në tribuna? Unë mendoj se për këtë
neve të kosovarëve do të sjellë shumë tensione dhe probleme. Kurse sa i përket asajna ata që e kanë organizuar me qetë për ta do të më qenë mirë. Zvicra, siç e din si vjet prap do të ballafaqohet me Serbinë në kampionat. Cili mendon që do të jetë rezultati? Mendoj që Zvicra do të fitoj, edhe uroj që do të jetë kështu. A do të përsëritet prap skena e disa viteve më parë? Kishte me qenë diçka shumë e bukur nëse përsëritet. Çka do t'i thëj një lojtar të ri kosovar që ndjehet keq nga ideja për të luajtur kundër një klubi serb? Të të thesha do të t'japsh edhe më shumë, sepse i dim gjitha këto rrethona që janë tash, por me qenë se rinia sa do të ka probleme kuptu një sto t'il, por që jo vetëm ndaj klubet aty, por do të gjithmonë të jap maksimumin, secili i ri që në mënyrë që të arrijë kulmin e. Kur flet Faruk Statovci, reagojnë më shumë trajnerët, futbollistët apo shefat e federatës? Le të reagon kush ka qef, se kam problem. Qysh e shen synin tënë Federatën e Futbollit Kosovës? A mendon që Agim Ademi ato është perandori edhe nuk po mundet kërkosh me hjek prej stolit? Jo, unë nuk mendoj. Agim Ademin e mojnë klubet, njerëz që dhojnë miliona euro, ata e mojnë, ata e hjeku, unë nuk as e moj, as e hjeku. Megjithatë probleme ka, por futbolli i Kosovës mendoj që është në rrugën e dur edhe mendoj se ka shumë përparim. Po për fushat sportive në përgjithësi? Për fushat sportive mendoj që këtu i ngecën pak megjithëse janë ndërtu sintetike, por sa i përket fushave natyrale, domthonë ka disa fusha, por në këtë aspekt unë mendoj që ka nevojë ende futbolli i Kosovës për përmirësim e sipër. A je penduar për ndonjë deklarat apo çdo fjali e jotja është e qëllimshme për efekt? Ja, mund me konë në efekt për e qëllimshme asnjëherë, po që ka deklarata që edhe pendohesh edhe do t'jesh njesh ndoshta keq, edhe kur çdo herë kur njena keq edhe kërkoj falje, nuk e kam probleme. Ka prej atyne që thonë Faruku flet për vëmendje. Si ju përgjigjesh? Asnjëherë, Faruku flet ato që e ka në zemër edhe ato që mendon. Po fillojmë pak të pyetjet e nxehta. A je më jashtë? Se diç tash se ta kena. A je më jashtë për në bankën e trajnerit apo në shtrat? Pyetje që s'm ta kanë punë me gjallat. Mendoj që në bankë rezerve. Se në atë pjesën tjetër nuk do të më konë shumë i vegën. Në futboll zakonisht flet me topin, por në jetën private, çka e josh më shumë ti Farukun? Në fush edhe shumë drejt, por edhe jashtë futbollit unë kam njerëz të sportit edhe gjithmonë më josh bisedat rreth profesionit të cilën edhe e ushtroj sot. Thuhet që trajnerët e njohin mirë psikologjinë e lojtarëve, po të femrave sa mirë e njeh ti psikologjinë? Se di, ndoshta këtë pyetje vë dikush e vlerëson, mendoj që jemi okay. Nëse seksi do të ishte një sistem loje, do të preferoje 4-4-2 të balancuar apo 3-5-2 me presion të lartë? Në asnjë sport s'kam qenë me up, kështu që formacion sulmues. Dukesh një tip me autoritet të madh, por në lidhje dashurie dominon apo i dorëzohesh lues? Këtë jo unë po janë dorëzuar domat më se unë, kështu që E vërtet që pas çdo trajneri të fortë fshihet një grua që i jep karton të kuq kur do vet. e vërtet, gruaja jame. Okej. Kur shen një grua në tribuna, a të largohet vëmendja nga loja apo bëhet më ofenziv? Asnjëherë unë nuk shoh asgjë përveç lojës futbollit me navija. Lojtarin më i mbi vlerësuar që e ke parë ndonjëherë? Ma i mbi vlerësuar, fatkeqësisht për këtë moment nuk po më kujtohet, por që ka shumë, që jo është një shumë aramence, por që ai e pak në fush. Por në këtë moment me emën, më vjen keq, pse di po ndina keq, por nuk po më kujtohet. Një trajner që se meriton famën që e ka. Nuk mendoj që ka trajner që se meriton famën, sepse ai është dikush, megjithatë, por do të vlerësohet, secili trajner do të vlerësohet. Më keq humbje në minutën e fundit apo një lojtar që s'të dëgjon? Mendoj se humbja është më e keq. Sepse lojtari nëse s'dëgjon e fiton, ti mund të ndroj lojën tjetër. Kurse nëse humb, nash ndroj nash më së ndra, çu dush. Në jetë je më shumë strateg apo spontan? Spontan, se di, po strateg mundona me qenë profesionin tim. Në dashuri e kontrollon lojën apo lejen kundërsulme?
E korrigjoj veten. A i ke thënë ndonjëherë një lojtari rrinë stël se m'ke lodh? Ja, asnjëherë, se m'ke lodh jo, po për arsye të ndryshme po. Ndeshja që do doje ta riluaje? Pyetje e vështirë. Kaloja më mirë këto. Pyetja që të bezdis më shumë nga gazetarët? Ja, pavarësisht që nuk më pëlqen, por megjithatë mundona edhe ju mundu të njëjtën gjithë gazetarët me respektu e gjithë njerëz të cilët janë marrë me këtë, sepse ata na kanë bërë neve sot ku jemi. A je pishman për skenën që e pate para disa jave në fushë? Të njëjtën. Domthon ka qenë gabim, nuk kem shtes vezën asnjëherë, kum Në dalë afekt. prej vetës, afekt kum dalë prej vetës, po nuk është gjë që duhet më përkrahë dhe duhet me qenë mas paru në vetë kritik. Femrat kosovare më të ndërlikuara se taktikat apo më të thjeshta se kundërsulmet? Me thjeshta sekundër sëlmet. A do të bëhesh president i FFK-s po ta kërkonin sot? Në të ardhmen nuk i dihet, për momentin jo, nuk e kam atë qëllim. Jam profesionin tam, trenerit dhe jena okay. Më shumë i dashur apo më shumë i frikshëm për lojtarët? Mendoj që më shumë i dashur. Për çfarë nuk të fol askush në futboll? Normal nuk të falë nëse bën gabime, sepse gabimet kushtojnë. E fundit, në fund të ditës, zemër e madhe apo temperament i shpejt? Të dyat, edhe në zemër e madhe, temperament i shpejt. Shumë faleminderit, Farok. Respekt për ju.